15/10/2025 u mblodh konferenca e kryetarëve, e cila shqyrtoi programin e punës për periudhën 20 tetor-28 nëntor 2025 dhe projekt kalendarin e punimeve të Kuvendit për periudhën 20 tetor-7 nëntor 2025. Në konferencën e kryetarëve nuk pati mirëkuptim për projekt programin dhe projekt kalendarin e punimeve të Kuvendit. Në bazë të nenit 27.4, ku në konferencën e kryetarëve nuk arrihet mirëkuptim për kalendarin e punimeve, kryetari i Kuvendit e harton vetë atë dhe ja paraqet për miratim Kuvendit në seancë plenare. Pas diskutimit për jo më shumë se 10 minuta për çdo grup parlamentar, kalendari përfundimtar miratohet në Kuvend. Kush e do fjalën? Atëherë kalojmë procesin e votimit. Votimi do të jetë i hapur me kartona. Kush është pro? Kundër? Abstenim? Miratohet? Pra miratohet programin dhe kalendari punimeve të Kuvendit për periudhën 20 tetor, 7 nëntor 2025. Ju njoftoj se në datën 30/9/2025 u mblodh konferenca e kryetarëve, e cila mori në shqyrtim kërkesën nga një grup deputetësh Partisë Demokratike për mocion me debat publik në parlament mbi prioritetet e shpallura të qeverisë në programin politik të saj, si dhe ndryrën e krimit organizuar në jetën publike të vendit. Në konferencën e kryetarëve nuk u arrit mirëkuptimi për shqyrtimin e kërkesës për mocion me debat, pasi në aspektin formal ajo nuk plotësonte kërkesat e nenit 98 rregullores. Në bazë të nenit 98.2 e rregullores Kuvendit, i kërkoi Kuvendit të vendosë me votim të hapur për zhvillimin e mocionit për debat, pasi të dëgjojmë një folës pro dhe një folës kundër për jo më shumë se 10 minuta. Kush e do fjalën për mendimin kundër? Zoti Balla. Mendimi kundër zhvillimit mocionit, Zoti Balla. Në konferencën e kryetarëve kemi bërë një diskutim, në fakt kemi bërë 3 diskutime për 3 mocione të ndryshme me debat. Jam informuar që do të kemi përsëri një diskutim tjetër brenda fatit 3 ditor që parashikon rregulloria. Zoja e zotrinj deputet, rregulloria e Kuvendit sa i përket mocioneve është shumë e qartë. Mocionet janë pjesë e instrumentave të kontrollit parlamentar, të cilat fillojnë nga më i thjeshti, që është seanca e pyetje-përgjigjeve, për shkuar tek interpelanca, për çështje urgjente, për të kulmuar me mocionin me debat apo dhe me komisionin hetimor. Sa i përket kërkesës tuaj që lidhet me nenin 98. Po e lexoj për të qenë korrekt edhe me atë që do të parashtroj më pas për qëndrimin ton lidhur me këtë çështje. Neni 98 mocionet. Një kryetar grupi parlamentar ose të paktën 7 deputet mund të paraqesin një mocion me qëllim zhvillimin e debatin në Kuvend për një çështje të veçantë. Dhe në përfundim të tij mund propozojnë dhe miratimin një rezolute e deklarate, teksti së cilës i bashklidhet kërkesës për zhvillimin e mocionit. Kam përpara kërkesën e parë se sot do të kemi përqyrtuar 3. Bëhet fjalë për një kërkesë që vjen nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike ose nga kreu i saj i firmosur, që kërkon jo një çështje të veçantë, po disa qindra çështje të veçanta. Bëhet fjalë që të kemi, thot, 1. Bilancin e qeverisë nga 2013 deri në 2025. A është kjo çështje veçantë kurse si? Në 12 vjet kemi bërë aq shumë punë sa që
jemi të gatshëm të bëjmë një mocion me debat me ju për secilin prej punëve që kemi bërë. Ajo është çështje e veçantë. Pastaj shtohet tu. Duam, thot, përveç kësaj, edhe një çështje tjetër që ka të bëjë me programin politik të qeverisës periudhën në vijim. Pra, e thënë troç, ne e dogjëm mundësinë për të bërë një diskutim siç duhet, siç i ka hije parlamentarizmit në 18 shtator dhe hajde tani të përdorim nenin 98 rregullores për të shkuar përsëri dhe për të rikthyer në 18 shtator. Nuk themi dot mbrapa ne. Ne ecim vetëm përpara. Dhe prandaj nuk mund, po padyshim mund të bëjmë një mocion me debat, e tham edhe në konferencën e kryetarëve për çështjet që ndërlidhen me rrugën tonë europiane, me procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Do ta kemi shumë shpejt një debat tillë pas pak javësh, sepse në shkurt, janar shkurt, qeveria ka detyrimin të sjellë këtu në kuvend raportin sa i përket ecurisë procesit të integrimit evropian dhe ai është mocion me debat, si doni ta quajeni ju, i sankcionuar rregullor në kuvendit, do ta bëjmë. Dhe kur vajtëm në konferencë kryetarëve dhe në kërkesë nuk figuronte një gjë e tillë, na u tha që kërkesa është në fakt për antarësimin në Bashkimin Evropian. Por kur shkon më tej në kërkesë, unë mendoj që këto duhet të jenë edhe paragraf të kapur copazi, sepse kërkohet po ashtu, si pjesë e këtij mocioni të madh me debat për shumë çështje, për qindra çështje, edhe efikasiteti i qeverisjes, që sipas kërkuesve u ndërlidh ka dhe me integritetin e ministrave të emëruar, të cilët sapo kanë marrë besimin e shumicës parlamentare, një shumicë si asnjëherë tjetër, të paktën sa mbaj mend unë në këto 20 vite në kuvendin e Shqipërisë, por më shumë se kaq, asnjë parti politike nuk e ka pasur në këto 35 vjet me përjashtim të vitit 1992 një shumicë të tillë. Pastaj shkojmë këtë çështje të kriminalizimit jetës politike që nuk na ndahet dot shpirti dhe shkojmë tek besimi i qytetarëve, shkojmë tek institucionet publike, madje marrim përsipër të konstatojmë për çështjet veçantë edhe marrëdhëniet e shtetit shqiptar me partnerët ndërkombëtar. Dashur qytetar shqiptar, zonja e zotrinj deputet, është shumë e qartë që ju keni një përpjekje, në fakt keni edhe një turravrap me njëri tjetrit, kjo vjet re në ato diskutimet edhe në konferencën e kryetarëve që nuk kuptohet më kush drejton dhe kush janë të tjerët, por do ju kërkoja që të jemi të sinqert me njëri tjetrin. Unë e kuptoj që të treja këto kërkesa që do shqyrtojmë sot i keni bërë vetë mangët, sakate, që të na e pamundësoni dhe ne dëshirën e madhe që kemi që të zhvillojmë me ju një jetë parlamentare normale. Unë e kuptoj që ju i sillni kërkesat vetë mangët, vetë të shtrëmbura, vetë pa bazuar rregullore në kuvendit, se ju vetë nuk doni të bëni një debat. Sepse unë nuk mund të pranoj dot asnjë kërkesë që bie në kundërshtim me rregullore. E me qenë se ju kam gjuar prej disa ditësh, me qenë se kam edhe pak minuta, dhe kam gjuar disa këtu që thonë, kërkesa e kryetarit grupit parlamentar, Partisë Socialiste, për të ndërprerë diskutime dhe për të kaluar në votim është e palishme, nuk ka asnjë nent rregullores në cilën ajo bazohet, siç e nisa, po e mbyll këtë ndërhyrje. Me qenë se, po dëgjoje pra, mësosh se i rije, se mund të shkosh dhe me i studio bëndë në gabim. Jo, nuk i kisha për ty. Dakor. Neni 49, përmenda emra, neni 49 çështjet procedurës. Dëgjojeni dhe mësojeni, se ndoshta mund ju duhet dhe ju, pa dyshim që ka një sekret të në fund që duhet kesh 71 vota që do të miratohet propozimi. Por çështjet procedurës, fjala jepet më njëherë, janë çështjet procedurës, kërkesat që kanë të bëjnë me zbatimin e rregullores, kërkesat që përmbajnë propozime
për ndryshime ose plotësime të rendit ditës të miratuar, kërkesat për ndërprerjen ose shtyrjen e seancës plenare ose të diskutimeve. Ajo që kemi bërë, ajo që kam bërë në 2 seanca, në 18 shtator, edhe në seancën e fundit, jam referuar pikërisht këtij neni, kam kërkuar ndërprerjen e diskutimeve dhe kërkesa është marrë dhe pastaj se të lexoj ç'ke lexoje. Lexoje, keni kohë boll, do ta mësoni siç e kam mësuar unë përmendsh, se më është dashur ta mësoj përmend se hiç kemi hequr ne 2005-2013, po kemi kohë boll t'ja tregojmë njëri tjetrit. Që kanë të bëjnë me mënyrën e marrjes së vendimeve ose të kryerjes vendimit. Tani t'ua them diçka që është edhe sinqert nga kjo që thash. Ne kur nuk duam që ju të vuani ato që kemi vuajtur ne në opozit. Kur nuk mund ta merrje dot fjalën, kur nuk e merrje dot fjalën, po mos mbajë edhe rregulloren me vete, dhe që thoje bazuar në rregulloren e kuvendit, pastaj filloje thoje edhe ndonjë fjalë për të kritikuar qeverinë e atij që keni aty që ju ka ngelur mes jush. Edhe që e dini që ka ndryshuar ditëlindjen që ta binte ditëlindjen afër udhëheqësit komunist. Gëzuar e paçi me shëndet e mbani, po këto kërkesat o do i bini sipas rregullores, ose nga ky krah s'keni asnjëherë dakordsinë. Por e rëndësishme është që të kuptoni diçka. Jemi të gatshëm të miratojmë çdo kërkesë që vjen nga ana juaj, e cila të bazohet rregullore dhe e cila të mos sjelli këtu thashethemet e tavolinave të Shqipërisë apo të kujdo tjetër. Bini kërkesat sipas rregullores, keni dakordsinë tonë, t'ua miratojmë. Faleminderit se kemi prap kërkesën tjetër pas 10 minutash. Faleminderit zoti Balla. Kush e do fjalën nga përfaqësuesit e grupit deputetëve që kanë paraqitur kërkesën? Zoti Alizoti.